Edhe këtë herë, njësoj si herë në shkuar, ime më, Aneta nuk më ndoqi si hije dashurie pa kushte, në atë pozicionin e saj legjendar para televizorit, si në një llogore lufte, deri ditën që iku të ribashkohet me Timap. Por duke qenë se dhe këtë herë, që të dy u tërhoqën jashtë nga varri në fushatën e mosozotshme të mosozotshmëve, dua t'u them të ma bëjnë halal dhe besoj se po na shohin nga lart së bashku dhe janë krenar për mua dhe janë krenar për Shqipërinë që ne të gjithë bashkë po ndërtojmë. Ndërkohë që unë jam sot përsëri shumë krenar për Rean dhe për Gregun, që vazhdojnë të mos na shkaktojnë asnjë dhimbje koke, që jetojnë jetën e tyre larg dritave të skenës, larg zyrave të shtetit, larg çdo marrëdhënie në konflikt interesi, duke duruar sidomos Rea, agresione të rënda verbale, shpifjesh nga më të neveritshmet. Ju falenderoj nga zemra dyve dhe si gjithnjë uroj që t'ju bëj krenar me punën time sot dhe inshallah me gjurmën e punës time nesër. Por falenderimin më të veçantë e kam për të vetmen opozit që unë vazhdoj të mos arrijë ta mund dot. Por shoqër që më pranon në qeverinë e unitetit, Linda Ramën, maman e paepur të Zaos, nënën kryelar të Reas dhe shoqen besnike të Gregut.